Masakra në Mans pas sherit për kafen, policia sekuestron armën e krimit që përdori Daniel Pepa. Policia e Durrësit ka zbuluar detaje pas vedorzimit të riu Daniel Pepa tek autoritetet pas vrasjes së kryer në 22 tetor në Mans. Autoritetet kanë arrestuar 21 vjeçarin që dyshohet se vrau një person pas sherit me kamarierin në një lokal në Mans. Të riut ju sekuestrua dhe arma e krimit një pistolet Beretta. Njoftimi policisë. Specialistët për krimin kundër jetës dhe pronës në drejtorinë vendore të policisë Durrës arrestuan shtetasin DP 21 vjeç, banues në fshatin Mans, njësia Mans Durrës. Arrestimi i tij u krye në zbatim të urdhrit të datës 14/11/2025 të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për ekzekutimin e vendimit penal numër 622 fraksion 1 data 13/11/2025 të gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, e cila ka caktuar masën e sigurimit arrest në burg ndaj këtij shtetasi si person i dyshuar për kryerjen e veprave penale, vrasje me dashje, mbajtja pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe municioneve. Këto veprime lidhen me ngjarjen e ndodhur më datë 22/10/2025, ku janë vrarë shtetasit FP dhe AK në Mans Durrës, ngjarje në të cilën ky shtetas rezulton implikuar i dyshuar si autor. Gjatë veprimeve procedurale, këtij shtetasi i është sekuestruar një armë zjarri. Në bashkëpunim me prokurorin vijon puna për dokumentimin e plot ligjor të ngjarjes.